Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkrimin e datës 26 shkurt 2026. Ka e diçka mes kësaj që është realizueshmja dhe ajo që është e kuptueshmja. Ndikimi që kanë bënë për sa përket pikërisht të kësaj dite, kemi Mërkurin për herë të parë për vitin 2026 në retrograd, që duket se është në shenjën e peshqeve. Kursi në retrograd do të zgjaset deri më datën 21 mars dhe kjo do të thot ndikim, kjo do të thot mundësi dhe çështje që kanë të bëjnë. Një vëmendje shtuar duhet të kemi sepse na dikton në ato që neve bëjnë, do na dikton ato që neve kërkojmë dhe jemi në kërkim të së vërtetës. Dhe kjo me Mërkurin në retrograd mund të ndikoj shumë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë dhe me takime bisedime, por është në anën tonë edhe disa çështje që kanë pasur një pezullime nga e kaluara duke se rregullohet tani, natyrisht duhet të jemi më të kujdesshëm në çështjet e komunikimit, udhëtimit dhe jo vetëm, por për ndikimin më të madh që kanë bënë janë binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit të dhjetiqit të dytë. Kanë ndikime në këto, ose të ascendente ndikohen në këtë drejtim. Para se të fillojmë parashkrimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, që në kërkim një parashkrimi të detajuar, kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni astrologo.al dhe aty mund të gjeni zgjidhjen në bazë të paketave që astrologo.al ofron. Që duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për katës të blerjes, e jeni gati pastaj për të parë dhe më pas shkoni tek sekretaria, masi keni bërë blerjen, dhe mësaj jeni gati për të dërguar në email dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt për drejt me juve, e do të dërgoni një mesazh çdo të mërkurë në orën 20:00. Kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni se si funksionon dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Më pas, duke dërguar mesazhin dhe numrin për katës të ndikimeve ose ajo çka keni atje, domethënë që shikoni duke ndjekur hapat, dhe flasim pastaj nëse doni më tepër përveç pyetje përgjigje që dërgoni mesazhin, flasim edhe në detaje në privat. Tani pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se ka një ndikim mjaft të mirë dhe nga një trashëgimni që ka shenjës së dashit, duket se mund të arrijnë qëllimit ose kanë diçka që mund të zgjidhet në lidhje me çështjet që kanë bënë lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujor dhe me luan duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, kanë disa mundësi shumë të mira në lidhje me ekonominë, në lidhje me gjërat që ata kanë në çështjet e financave dhe në gjërat të mëdha që mund të keni në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën, në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë binjakët. Binjakët të dashur, nga njëra anë keni mundësinë për zgjidhur problematika të ndryshme dhe kohën e duhur për të marrë vendime, në anën tjetër keni një shans shumë të mirë sepse një ofertë pune është e mundur të bisedohet dhe të gjeni zgjidhje në ato çka keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me peshore duken të mbara, edhe pse nga një problematikë e vogël që mund keni pasur, është momenti i duhur për të zgjidhur çështjet problematike që keni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për sa përket gaforeve, duket se gaforet tani në këtë periudhë kanë mundësinë, kanë kohën e artë për sa përket zgjidhjeve, për sa përket asaj çka janë, asaj çka keni për të ofruar në një farë mënyre në lidhje me punën aktuale, në lidhje me disa ndryshime të mëdha të njëpasnjëshme që nga njëra anë mund të jenë edhe më të mira dhe mundshme, por duket se vazhdimësia, korrektësia ju bën të ndjeni superior, sepse gaforet gjithmonë janë një hapar asaj çfarë ndodh. Në fushën e dashurisë duket se me ujor dhe me akrep janë më së të mbarë ato që duhet bëjnë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve.
Lanë të dashur, duket se kjo periudhë është shumë e mirë dhe kërkuese në atë çka doni të bëni, në atë çka juve keni dhe jeni. Megjithatë, duket se tani është një periudhë shumë e domosdoshme në lidhje me takime, në lidhje me vendime, edhe çështjet e tjera që do të ndikojnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me ujor duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëresha dashore, duket se pikërisht kjo ditë është një ditë shumë e rëndësishme, data 26, ku shumë gjëra do të ndikojnë, shumë gjëra do të ndryshojnë në fushën e karrierës, në fushën e punës suaj, dhe një takim që mund të keni bëjeni nga dreka. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me shigjetar dhe me binjak, duket se keni një mundësi mjaft të mirë dhe tepër pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Meqense peshorët kanë disa mundësi të arta që lidhen me anën ekonomike financiare, lidhen dhe me një takim, një bisedim që do bëjnë, janë disa bisedime të rëndësishme që lidhen me anën ekonomike financiare, lidhen me disa ndryshime të njëpasnjërshme, ndryshime pune, ndryshime për vendime që merren në kohën e duhur, por gjithashtu ka dhe një takim që mund të bëni nga dreka, sidomos me një shenjë zjarri që do thot me dash për çështje pune. Në dashuri duket se ka të bëjnë me binjak dhe me ujor. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e akrepëve. Meqense akrepët kanë mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që e zgjidhin dhe problemin e tyre, por dhe momentin që ata kanë është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë që është shumë e rëndësishme për punën dhe për karrierën, se lidhje me karrierën juve keni dhe mundësinë, keni dhe kohën e duhur mbi zhvillime dhe ndryshime të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luantët e diçit parë, me ujorët e diçit të tretë që është perfektja, por dhe një mundësi shumë e mirë duket se e keni është me binjak të diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Çfarë ndodh me shigjetarët dhe ku shigjetarët bashkohen dhe kundahen? Bashkohen tek e drejta, bashkohen tek puna, tek djersa e tyre, por ndahen tek gjërat e rrëmujshme, gjërat nuk i pëlqejnë që të shikojnë gjëra që nuk duhet, janë shumë të drejtë për së drejti. Një ndikim shumë i mirë që është ajo e punës dhe e karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me dashtë dhe diçit parë është idealja. Shenja e bricjapëve. Për sa përket bricjapëve, bricjapët duket se kanë një kuptim mes asaj që është e bërshme, mes asaj që është e realizueshme. Keni një mundësi shumë të mirë, sepse puna dhe karriera kanë ndryshimet e veta, kanë dhe mundësitë e arta që mund të keni tani tutje, por gjithmonë bricjapët kanë mundësinë e mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime. Në çështjet e dashurisë duket se me dem dhe me virgjëresh ka ndikime fantastike. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për sa përket ujorëve, ujorët duket se kanë mundësinë e takimeve për sa përket të pikërisht kësaj dite, janë rrugtimin e tyre më të mirë të mundshëm, kanë dhe disa biseda që ata do t'i bëjnë tani e tutje, biseda shumë të rëndësishme për punën e tyre, për karrierën, sepse lidhet shumë me karrierën, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Nuk ka vend për t'u shqetësuar, për t'u gëzuar në këtë drejtim në anën e punës së tyre. Në dashuri duket se me binjak dhe me peshore ka diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqive. Për peshqit, në fakt, peshqit jo se kanë probleme ose kanë gjëra që nuk shkojnë, por kanë gjëra që rregullojnë, stabilizojnë dhe mundësojnë në fushën e karrierës. Edhe pse kanë pasur gjëra problematika nga më të ndryshme që mund të kenë, po në një farë mënyre është momenti, është periudha kur ndodhin fenomene dhe kur gjërat që zgjidhen në anën ekonomike financiare, zgjidhen në perspektiva të mëdha që ata kanë, kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e tyre. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me shigjetar dhe me gafore duken të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 26 shkurt 2026. Para se të ndajmë bashkë, nëse dëshironi parashkrimet e detajuara, astrologu.al. E klikoni,
shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar paketën që juve dëshironi, e dërgoni tek sekretaria dhe aty dërgoni emailin dhe flasim pastaj bashkë në Viber apo në WhatsApp. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt përshëndetje me juve, siç jemi çdo të mërkur në orën 20:00. Dhe direkt dërgoni, ja pra kur keni atje butonin atje, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt përshëndetje përgjigjen në pyetje përgjigje. Nga unë Rupulla, më të mirë një oraj. Gjithë mirat.